Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore zhvilloi analizën e saj vjetore, ku u vlerësua puna e kryer gjatë vitit dhe ndikimi i aktiviteteve në zhvillimin e bujqësisë në 3 sektorët kryesor: bimët e arave, pemtarinë dhe blegtorinë. Në programori i parë apo pemtaria janë realizuar 14 seminare, 8 ditë fushore, 8 demonstrime, janë realizuar 6 botime, është realizuar 1 workshop, janë realizuar 5 karta teknologjike, janë realizuar 2 kërkime në fermë dhe gjithashtu janë realizuar 15 emisione televizive informuese për fermerët, jo vetëm të qarkut të Korçës, por edhe më gjerë në qarqe të tjera. Programori i dytë, blegtoria, janë realizuar 22 trajnime, janë realizuar 2 ditë fushore, gjithsej 6 botime dhe 4 kërkime në fermë. Gjithashtu janë realizuar dhe 7 emisione televizive. Në komponentin e tretë të bimëve të arave janë realizuar 14 seminare, 8 ditë fushore, 8 demonstrime, gjithsej 6 botime dhe karta teknologjike 5. Meçaj bën me dije se në përfundim të analizës u nënvizua se synimi kryesor për vitin e ardhshëm do të jetë përdorimi më efikas i pajisjeve të prognozës dhe sinjalizimit. Në bazë të një angazhimi të Ministrisë Bujqësisë, por dhe të institucionit tonë, ne vitin që kaloi, nëpërmjet financimit të GIZ-it, kemi përfituar 5 stacione prognozë sinjalizimi në fushën e pemtarisë. 5 stacione të cilët janë vendosur 3 në rajonin e Korçës dhe 2 në rajonin e Dibrës. Për këtë vit ne kemi objektiv që këto 5 stacione të vijen në funksion dhe të fillojnë të japin informacion për fermerët e zonës apo dhe të mbarë Shqipërisë, për fermerët që merren me kultivimin e mollës, informacione të cilat do t'ju vinë në ndihmë këtyre fermerëve për rritjen e prodhimeve të tyre, për rritjen e cilësisë në prodhimet e tyre, pasi këto informacione që ne do japim në mbarë Shqipërinë janë informacione që kanë të bëjnë me numrin e trajtimeve që mund të bëhen në të gjitha fermat e prodhimit të mollës. Gjatë prezantimit u theksua se objektivat e planifikuara për vitin që lan pas janë realizuar në mënyrë të qëndrueshme, duke sjellë rritje të bashkëpunimit me fermerët dhe përhapje më të gjerë të praktikave bashkëkohore bujqësore.